listën e Tiranës. Ndërkohë do të lidhemi pak me Korçën, ku kemi kolegen Loredana Kodra, ka përfunduar Bashkia e Pustecit, nuk zhgënjeu as këtë herë, e mbylli të gjithë numërimin e aq kutive që sa kishte. Lorena, më fal, atëherë si është rezultati në Bashkinë e Pustecit? Po, Endri, ju përshëndes edhe njëherë, atëherë ka përfunduar numërimi i votave në Bashkinë e Pustecit, kanë qenë 1700 votues këtë vit, 94 më shumë se në vitin 2021 ku votuan 1606 qytetarë. Atëherë rezultatin final e kemi nga KZAZ numër 72 e Bashkisë Pustec, ku Partia Socialiste është me 1052 vota dhe 460 vota ka marrë Partia Demokratike. Gjithashtu, dua të theksoj faktin se ka nisur tashmë numërimi në të gjitha bashkitë e qarkut të Korçës. Janë numëruar 4 kutit e para edhe në Devol. Rezultati për 4 kuti janë 583 për Partinë Socialiste dhe 458 për Partinë Demokratike. Ndërkohë që janë numëruar dhe 3 kuti në Bashkinë e Kolonjës, ku 425 ka Partia Socialiste dhe 133 ka Partia Demokratike. Për të tjerat, doja të shtoja faktin se në Bashkinë e Pogradecit, në Bashkinë e Korçës, gjithashtu edhe në Bashkinë e Maliqit, ka nisur tashmë procesi i numërimit, janë në proces kutit e para të numërimit dhe më vonë do të kemi një rezultat të kutive të para për të gjitha këto bashki që unë sapo përmenda. Të falenderoj Lorena Kodra për informacionet që sollen, ndërkohë që të nderuar teleshikues, ndërpresim lidhjen